Shtëpia ishte futur në një fazë tjetër. Jo më në kaos të hapur, por në atë gjendjen më të rrezikshme ku gjithçka duket e qetë, ndërsa brenda njerëzit janë ende duke u përplasur me pasojat. Pas ngjarjeve të fundit, askush nuk fliste pa menduar dy herë. Çdo fjali dukej sikur kishte një jehon më të gjatë se zakonisht. Labi dhe Limi ishin ulur në obor, nuk ishte një bisedë për strategji. Nuk ishte as thjesht muhabet shokësh. Ishte një nga ato momente ku fjalët dalin jo për të dukur, por sepse dikush ndjen nevojën t'i thollë. Labi kishte qenë dëshmitar i gjithçkaje. I debateve, i heshtjeve, i përplasjes së ndjenjave. Dhe kishte menduar gjatë para se të fliste. E di çka po mendoj? Tha ai, duke parë përpara, jo drejt Limit, bia ishte për tokë javën e kaluar. Limi nuk reagoi menjëherë. Ai e ndjeu se kjo fjali nuk ishte thjesht vëzhgim. Ishte paralajmërim, vazhdoi Labi, nuk fliste. Nuk qeshte. Rinte veç me vete. Dukej sikur s'kishte më energji për asgjë. Limi uli kokën. Nuk e mohoi. Ai e kishte parë. Por ndoshta nuk e kishte pranuar plotësisht. Sa erdhe ti, tha Labi më pas, duke e kthyer më në fund shikimin nga ai, u ringjall. Fjala ringjall ra rënë, nuk ishte thënë me ironi. As me akuzë të drejtë për drejtë. Ishte thënë si fakt dhe faktet, kur thuhen pa zë të lartë, kanë një peshë të veçantë. Limi mori frym thellë, po më thua çka? Pyeti ai ngadalë, që jam arsyeja pse ajo është ndjerë më mirë? Po të them, u përgjigj Labi, që prania jote ka pas efekt. Të mirë apo të keq, këtë s'po e gjykoj. Po efekt ka pas. Kjo ishte ajo që e trazoi më shumë Limin. Jo ideja që kishte ndikuar, por fakti që ndikimi i tij ishte kaq i madh, kaq i dukshëm, kaq i pashmangshëm. Problemi, vazhdoi Labi, është që kur dikush ringjallet prej teje, mundet edhe me u rrëzu më keq për shkak teje. Limi u mbështet mbrapa. Sytë i kishte të lodhur. Jo nga mungesa e gjumit, por nga pesha e përgjegjësisë që po i binte mbi shpinë. Unë nuk kam dashur me i bë keq askujt. Tha ai, nuk kam ardhur me i ngatëru gjërat. E di, ja ktheu Labi, po s'ka rëndësi gjithmonë çka ke dashur. Ka rëndësi çka ka ndodhur. Ata heshtën për disa sekonda. Zhurma e lehtë e oborit, hapat e largët të banorëve të tjerë, u bën sfond për një bisedë që po hynte më thellë se sa pritej. Ti e ke pa Albën, vazhdoi Labi, e ke pa sa shumë është lëndu. E ke pa deri ku ka shku. Limi mbylli sytë për një moment, po, tha, dhe kjo më ka tremë. Duhet, u përgjigj Labi, sepse kur dy njerëz varen emocionalisht prej teje dhe ti je i paqartë, dikush gjithmonë e paguan çmimin. Kjo fjali qëndroi në ajër, nuk kishte nevojë për emra. Alba. Bia. Të dyja ishin aty, edhe pse nuk ishin fizikisht në atë bisedë. Bia ishte për tokë, përsëriti Labi, më but tani, dhe ti i dhe energji. Shpresë. Një ndjenjë që po shihej. Po Albës. Pyeti Limi, me zë të ulët, çka i dhash asaj? Labi nuk u ngut të përgjigjej, i dhe pasiguri, tha më në fund, dhe pasiguria, kur rri gjatë, shndërrohet në dhimbje. Limi fërkoi fytyrën me duar. Tani nuk ishte më çështje zgjedhjeje mes dy personash. Ishte çështje ndikimi. E fuqisë që ka një njeri mbi të tjerët, edhe kur nuk e kërkon. Ti nuk je përgjegjës për ndjenjat e gjithë botës, vazhdoi Labi, po je përgjegjës për paqartësinë që lë pas. Kjo ishte fjalia që e mbylli bisedën, jo sepse gjithçka u zgjidh, por sepse gjithçka u bë e qartë. Limi mbeti vetëm më pas. Mendonte për Bian, për Albën, për mënyrën si një prani mund të ndërtojë dhe shkatërrojë njëkohësisht. Mendonte për atë ringjallje që mund të ketë qenë e vërtetë, por edhe e rrezikshme. Në Big Brother, çdo marrëdhënie shihet, por jo gjithmonë kuptohet thellë. Dhe ndonjëherë, fjalia që të ndjek më gjatë nuk vjen nga personi që e lëndove, por nga ai që ta thot qetë, sa erdhe ti, u ringjall. Sepse kjo fjali nuk është kompliment, është përgjegjësi.